Ballafaqim. Një emision me karakter investigativ. Në studio me shumë të ftuar, politikan, intelektual dhe qytetar të thjesht, ku do të vendosen përballë në raport me të vërtetën, premtime, fakte, analiza dhe realizime. Ballafaqim nga Besnik Sulejmani. Mirëmbrëma dhe përshëndetje nderuar shikues. Jemi drejt për drejt në valët e televizionit Apollon në emisionin Ballafaqim, në të cilin do të diskutojmë për një temë shumë të rëndësishme, mjedisi dhe shoqëria. Çështjet kryesore të këtij diskutimi janë vendimi i qeverisë Rama një ditë pas betimit për shfuqizimin e akteve ligjore të importimit të mbetërinave urbane, pjesë e ligjit të shfrytëzimit të mbetjeve të integruara. Do diskutojmë për planin lokal të menaxhimit të mbetjeve, për pastrimin e qytetit dhe për çështje të tjera të rëndësishme që i interesojnë qytetit tjerë dhe më gjerë. Gjithashtu në fund të emisionit ne do të anonconim dhe numrin e telefonit për të njohur me hallet, probleme, shqetësimet, kërkesat dhe ankesat të qytetarëve në lidhje me pastrimin e qytetit. Për të diskutuar për këto që thamë më lart, ne kemi ftuar në studion tonë drejtorin e ndërmarrjes pastrimit të qytetit të Fierit, zotin Ramadan Kanani. Mirëmbrëma, mirë se ka ardhur zoti Ramadan. Mirëmbrëma, mirë se vjen. Gazetarin Rapa Jusufaj, mirëmbrëma zoti Rapa, mirë se ka ardhur. Mirëmbrëma dhe mirë se vjetën. Dhe Mustafa Myton, përfaqësues shoqërisë civile, i njohur për qëndrimet e tij konstruktive dhe opozitare me aktet ligjore, me vendimet dhe të gjithë aktivitetin e qytetit të Fierit. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se ka ardhur në televizionin Apollon. Mirëmbrëma. Ashtu siç anoncuam pak më parë, me njerë pas betimit, Rama vendosi të shfuqizoj vendimin e qeverisë së mëparshme për importin e mbetërinave urbane. Si e konsideroni këtë? Nuk mendoj se mendimi im do të shfrytëzohet politikisht nga dëgjuesit, por duhet të them se është një nga vendimet më të drejta të qeverisë Rama, për arsye sepse duke ndjekur në vazhdimsi dje gjithë procedurën që u ndoq për miratimin e një ligji të tillë dhe vendimit të Këshillit të Ministrave me njëherë mbas zgjedhjeve të 23 qershorit, na linde drejta të themi me plot gojën që është një nga vendimet më të drejta të qeverisë Rama kthimi i këtij ligji mbrapsht. Për shumë arsye, sepse gjatë diskutimit të këtij ligji nuk u mor parasysh mendimi i gjithë specialistëve të mjedisit, nuk u mor parasysh mendimi i shoqatave të mjedisit që kërkuan në çdo formë dhe në çdo rrugë që të mos miratojë ky ligj i importit të plerave, por nga qeveria e kaluar nuk u morën parasysh këto kërkesa dhe këto sugjerime. Atëre, me të drejtë, një nga pikat e programit të qeverisë Rama, pra të asaj që lindi mbas zgjedhjeve të 23 qershorit, ishte dhe premtimi në publik që me njëherë neve sa të vinë pushtet, do ta kthejmë ligjin e mbetjeve urbane. Dhe ky u bë realitet. Ishin tre vendime që ndërmori qeveria në ditën e parë të punës saj, ai kodit etikës, i heqjes fotografisë presidentit dhe vendosjes figurës së njohur Ismail Qemali në gjitha zyrtat e institucioneve shtetërore dhe ky ligj, pra ligji për shfuqizimin e importit të mbetjeve urbane. Mendoni se është në kohën e dur dhe a ka më të rëndësishme se këto? Siç e anoncuat që në fillim të emisionit do të ndalemi tek ligji për mbetjet. Normalisht që një vendim i tillë jep efekte në disa fusha, ka efekte juridike, efekte sociale, efekte financiare. Pozitive e negative. Por për një gjë jam i bindur, cilado qoftë kosto e arsyeve të tjera, qoftë në aspektin social, juridik apo financiar, më duket vendimi më i drejtë. Pse e them këtë? Në fundit qeveria Rama mbajti një premtim për të cilin i kishte premtuar elektoratit dhe ishte votuar. Pra, unë si gazetar më tepër më intereson aspekti populist,
pasi edhe ky është funksioni jon, ndërsa problemet e tjera janë probleme teknike që u përkasin specialistëve. Ashtu si edhe unë, edhe ju dhe shumë kolegë tanë të tjerë kemi bërë me 10 kronika në mbrojtjet mjedisit, pasi mjedisi është një nga problemet më serioze, një nga problemet më të mprehta, jo për qarkun e Fierit, jo për Shqipërinë, po për gjithë botën. Është një nga problemet më të mprehta, pasi shumë fenomene natyrore sot lidhen drejt për drejt me veprimtarinë e njeriut mbi mjedisin. Dhe mendoj se Shqipëria nuk ka përse të importoj plehra nga jashtë, nuk ka përse të bëj eksperimentet tilla, kur ajo ka vetë plera boll dhe nuk ka një teknologji të sajnë për të eliminuar. Dhe ishte diçka e tepërt importimi i plerave në Shqipëri. Aq më tepër që në artimin e këtij ligji nuk u morën parasysh as interesat e grupeve të interesave, as zëri i shoqërisë civile, as zëri i qytetarëve. Sepse ka grupe interesash që kjo është industri vetë. Jam shumë i qartë për pyetjen. Po, jam shumë i qartë. Tek protestat e shumta, tek peticionet e shumta, të cilat qeveria i zgjati dhe i zgjati. Protestat janë bërë nga ambientalistët, nga shoqëria civile, jo nga grupet e interesit. Atëherë, kush është më interesuar, dhe këtë quni ju grupe interesi më interesuar, se sa vetë ambientalistët që mbartin në qirin e tyre specialistët më të mirë që e njofin më shumë problemet e mjedisit. Ne si gazetari njofin problemet e mjedisit, domosdoshmë që anonqova dhe pak më parë në frymën populiste të publikut, ndërsa ata janë më ekspertë. Dhe kur ambientalistët tonë se importimi i plerave është me shumë rrezik, atëherë, kush më mirë se sa ata e një problemi teknikisht? Ne do të thejmë mendimin tonë këtu, jo mendimin e tyre. Shoqëria civile ka qenë shumë aktive, ose kundërshtit kryesore kanë qenë nga shoqëria civile? Ligji që ishte marrë më parë, unë do të mendoja që ishte një anti-ligj për mbrojtjen e jetës qytetarëve shqiptarë. Nuk jam dakord me juve, zoti Rapo, që thoni që mos nisemi nga mendimi populist. Nuk më ke kuptuar tash mendimi populist. Ju lutem të bëjmë edhe pak debat këtu, ta fillojmë që në fillim. Ne duhet të ngrem, do të luftojmë që të ngrihet lart mendimi qytetar. Dhe mendimi qytetar është vërtet që shpreh dhe përmes përfaqësuesve, që janë shoqatat, janë ambientalistët, por edhe drejt për drejt. Qytetarët janë dhe pjesëmarrës drejt për drejt. Për raste të tilla në botë ka protestat të mëdha. Në Shqipëri nuk bën lëvizje. Edhe kur bën lëvizje nga shoqatat, duken sikur kush e di çfarë po bëjnë. Kjo është jetike. Si mund të vinë plerat nga jashtë të vinë në Shqipëri? Pse i bie bota këtu? Cilat janë këto arsyet që kërkon të bjerë këtu? Pse si përpunon atje? Kur themi grupe interesi, në radhë parë, grupi parë interesi janë qytetarët. Dhe ata janë më masivët. Mbas ne grupi dytë janë ata që kanë interesa biznesi në këtë fushë me qëllim shtojnë të ardhrat. Tani, i nisur nga këto fakte, unë them që një vendim që ishte marrë nga qeveria mbarshme apo nga parlamenti, ishte një vendim jashtëzakonisht i keq në dëm të qytetarëve, në dëm të shtetasve shqiptarë. Dhe si tillë, ai jo vetëm që duhet shedhur poshtë, edhe nëpërmjet një referendumi që u dha drejt këtyre ambientalistëve që mund të bëjë. Pra, unë mendoj që vendimi që ka marrë qeveria tani është një vendim shumë i drejtë, është në kohë që do të thotë që nuk ishte një premtim thjesht elektoral, por ishte një veprim që është në dobi të qytetarëve. Dhe ne duhet shikojmë tani përsëri si qytetar si do të zbatohet më tej, çfarë ecurie do të ketë më tej. Duke referuar zotin Jusufaj karakter populist, domethënë ndoshta qeveria Rama ka vendime më të rëndësishme për jetën e qytetarëve për të marrë në ditën e parë të punës së saj apo beso më fal të sqaroj diçka këtu. Profesor, më vjen keq që në fillim të bisedës thatë kundërshtoj, ndërsa gjatë shqyrtimit thatë po ato që thash unë. Dhe unë pikërisht këtë të thash. Ne mbrojmë mendimin populist, domon të qytetarëve, të popullit. Dhe ky ishte vullneti, më duket sikur shpreha, sikur deklarova. Nuk është mendim populist, mendimi i qytetarëve. Mendimi qytetar është mendim qytetar. Mendimi populist, kur thua populist, ka një kuptim pejorativ, një kuptim pak jo normal. Populist, edhe kur flet si populist, nuk ka të kuptim.
Kur themi mendimi qytetar, mendimi qytetar është, mendimi qytetar shprehet përmes demonstratave, shprehet përmes grevave, shprehet në forma nga ndryshme, shprehet dhe përmes i proteste që mund bëjnë vetë ambientalistët, shoqatat e ndryshme qytetare. Po mund të sikur këto thash. Pra, këtu kemi të bëjmë në thelb që grupi kryesor, ju lutem, grupi kryesor i interesuar në këtë fushë janë qytetarët. Janë shtetasit shqiptarë. Dhe ky grup, unë mendoj se akoma është në batak, nuk e bën mendimin e tij, nuk e shpreh mendimin e tij plotësisht. Pra, këto shoqatat megjithëse kanë një lëvizje, nuk duhet t'i dhet poshtë, por unë mendoj se këto nuk funksionojnë plotësisht. Këto vjen në seri e qytetarëve. Këto ndonjëherë edhe përdoren për interesat të njërës palë apo të palës tjetër. Pra, duhet mendimi qytetar, duhet jetë më i fortë, duhet jetë më oponent, dhe duhet vihet përballë qeverisë. Përballë qeverisë. Ajo që iku, edhe kjo që erdhi. Se mirë kjo mori një vendim tani që unë e mendoj se është një vendim shumë i drejtë, po do të shikojmë me surim të se çfarë hapa do të bëjmë. Po ne nuk bëjmë prognozë, unë ne po flasim për sot dhe më duket dhe profesori, atëherë ne ju referuam ligjit të nxjerrë nga qeveria mbarshme dhe njëkohësisht edhe një VKM-je të nxjerrë nga qeveria Rama. Tani jemi në studio që gjithë publiku na dëgjon. Dhe ne duhet të themi opinionet tona. Pra, ju referuam populizmit, ju referuam ato që tha më lartë. Propra mendimit qytetar. Ne jemi në studio dhe duhet të sjellim mendimin ton pse ky ligj nuk është i domosdoshëm në këto momente në vendin ton. Dhe unë mendoj që ne akoma nuk kemi zgjidhur problemet e reciklimit, të grumbullimit dhe reciklimit në mbetjet urbaneve në të gjithë Shqipërinë. Pra, ky është momenti që ky ligj duhet patjetër të rrezohet. Pra, kur ne nuk kemi zgjidhur problemet në shtëpinë tonë, si mundet ne të marrim plerat e një shtëpie tjetër dhe t'i sjellim këtu? Pra, i gjithë publiku është koshient që ne duhet të zgjidhim problemet tona, të zgjidhim plerat që kemi në Shqipëri dhe pastaj të mendojmë që të sjellim plera nga jashtë. Ndoshta i shërben dhe aktivitetit të biznesit specifikuar për riciklimin apo dhe pjesëve tjera të investimeve në këtë industri të fuqishme. Normal është, por ne po shikojmë, nuk do pa në këndvështimin e thatë që se të vinë andej këtu dhe ne s'kemi kapacitetet mjaftueshme për të përballuar apo. Ne kemi shumë kapacitete, por ne nuk kemi mënyrën e organizimit dhe nuk kemi investimet e dura për ta bërë një riciklim të tillë, sepse ju keni qenë sot në fushën e mbetjeve të qytetit Fieri. Dhe aty është një katraure vërtet, ku 10-15 rom lëvizin në për atë fushë mbetjesh dhe duke gjetur plasmase, duke gjetur kanaçe, duke gjetur shishe dhe këto i marrin dhe firma e cila ka fituar riciklimin në qytetin Fierit i menaxhon dhe i çon për riciklim. Pra, po qëse ne do të kishim një mënyrë tjetër organizimit, po qëse do të kishim një financim më të madh për këtë qëllim, atëherë do të zgjidhej problemi edhe i furnizimit të atyre aktiviteteve që merren me riciklimin e mbetjeve. Unë jam dakord dhe këndvështrimi që e shihni ju për problemin e biznesit është shumë e drejtë. Prandaj dhe unë qysh në fillim të fjalës time thash ky ligj shikojnë disa aspekte. Por parë në atë më kryesoren, domethënë në drejtim të mbrojtjes së mjedisit, mendoj se është vendimi më i drejtë. Është vendimi më i drejtë. Edhe në vendet e zhvilluara të Evropës që janë shumë të ndjeshëm ndaj mjedisit, ekzistojnë këto forma, pa importimi, eksportimi, mbeturinave në bazë interesave të ndara ose specifikuara sipas lëndës që intereson, plastik, hekur apo lëndë rusore të tjera. Në kjo ka të bëjë me procesin e riciklimit të mbeturinave. Biznesi jon i trajtimit apo i riciklimit të mbetjeve nuk është në atë shkallë zhvillimi që të na detyroj që ne të importojmë plerat. Unë jam plotësisht dakord me Ramadanin kur tha, ne përderisa ende kemi plerat tonë dhe kemi bërë disa probleme, prandaj ju thash edhe pak më parë, që edhe në kronikat tona, ne nuk kemi landfill, ne nuk po përpunojmë dot mbetjet tona, atëherë për çfarë duhet të bëjmë stoqe? Pra kjo tregon se edhe biznesi vetë nuk është në atë shkallë zhvillimi për të përballuar importimin e mbetjeve nga vendet e tjera.
për t'i dhënë përgjigje shqetësimit tuaj të drejtë teorikisht, Po, do por të në bëjmë rastin pyetje pak më konkret. pas unë ty në lidhje me këtë që thatë. Tani, mbetje plot kemi në Tiranë. Janë të pa menaxhuara sipas standardeve, se ka menaxhim. Po kështu në Shkodër, po kështu në Fier, po në Vlorë, në Berat, gjithandej ka mbetje. Pra, këto mbetje që ne kemi këtu në Shqipëri, këto nuk mund të menaxhohen sot me këtë aftësi që ka ana ekonomike e shtetit shqiptar, nuk mund të arrit sipas standardeve ndërkombëtare. Pra, nëse flasim që s'kemi mundësi të menaxhojmë këto, si mund të pranojmë që të vinë të tjera? Është vdekje prurse. Kjo është vetë vrasje. Është vetë vrasje. Unë nuk e kuptoj se si një shtetar, si qeveria, cila do që ishte ajo. Edhe mbetjet e rrezikshme dhe jo të rrezikshme. Nuk ka, po si që klasifikohen këto? Ju lutem, nuk ka mbetjet rrezikshme dhe mbetjet pa rrezikshme. Të gjitha mbetjet janë të rrezikshme. Edhe një beton që thyen çliron plur, edhe ajo është mbetje, edhe ajo sjell një të keqe në organizmin e njeriu. Të gjitha mbetjet janë të rrezikshme, dikush më shumë dhe dikush më pak. Pra, nëse flasim kështu, ne duhet mendojmë që çdo mbetje, qoftë ajo që kemi, qoftë ajo që mund vi këtu, është rrezik për jetën e njeriu. Dhe ne unë mendoj se nuk ka përkushtim. Ka një qetësi. Përse s'ka përkushtim? Jo, nuk ka përkushtim, sepse unë do të mendoja kështu, që qeveria Rama bëri shumë mirë për vendimin që mori, sepse kishte edhe një vendim të gjykatës kushtetuese, e cila e la në fuqi propozimin që bën ambientalist për të kaluar në referendum. Po. Shumë bukur, në rregull. Por hapi i dytë, mendojnë që duhet marrë qeveria, se nuk do ta paragjykoj, ajo duhet dalin me strategji zhvillimi tani. Jo, ajo ka përcaktuar dhe projekt ligjin, i cili kërkon miratim në parlament. Është tjetër çështje do të shfuqizuar gjithë aktet ligjore. Nuk është vetëm problemi i ligjit. Për mua problemi i prurjes së mbetjeve nga jashtë brenda ka marrë fund. Me ardhen e qeverisë Rama, ajo ka marrë fund. Ajo dihet tani që nuk do të vijë, sepse ishte edhe një premtim elektoral, bërë edhe një bllokim të momentit dhe në parlament natyrisht. Që premtim që kone miratimit ligjit, ku vinë në pushtet, gjene pak do bëjmë, do shfuqizojmë ligjit. Kjo majorancë ka shumicë në parlament dhe nuk e ka të vështirë që ta kthejmë mbrapsht atë ligj. A ka ndikim pozitiv në shoqërinë shqiptare apo s'ka? Patjetër që ka një ndikim. Sepse duhet kapo në aspekt më të gjerë, interesat ekonomike, mjedisi, shëndeti publik dhe tjera tjera. Në radhë të parë ajo ka ndikim në shëndetin e njeriut dhe nuk ka mbi shëndetin e njeriut. Gjithçka që prodhon shoqëria për të zgjatur jetën e njeriut. Ai ligj që doli ishte për shkurtuar jetën e njeriut, aq më tepër në kushte shqiptare. Ju thoni që marrin nga një shtet tjetër, unë nuk kam ndonjë informacion që marrin. Të gjithë shtetet nuk kanë qëllim të marrin vetë shtetet e fuqishme një tjetër që marrin lëndë veçanta. Gjithsesi është tjetër tema jo. Bizneset kanë interes, sepse kanë interesa patjetër, është për të siguruar ardhurat, por nuk ka standard në këtë fushë, aq më tepër në Shqipëri. Nuk mund të bëhet. Unë do të mendoja që qeveria shqiptare, krahas këtij vendimi shumë drejt, duhet ndërmarrë strategji të tjera zhvillimi në këtë fushë. Fusha e mbetjes, fusha e mjedisit, fusha e edukatës në këtë fushë dhe gjitha investimet duhet të jenë një gamë me gjërë probleme, strategjisht, zhvillimi. Është një fushë që nuk është rrahur, jo sa duhet, por s'është rrahur fare. Dhe në drejtim, dhe mendon se do të jetë zgjidhje në këto unë mendoj që meqense, domethënë populli, elektorati mendoj për qeveri, i dha një majorancë fuqishme, unë mendoj se këtu qeveria ka shumë punë për të bërë për të realizuar detyrat e saj. Natyrisht, elektorati është shumë i ndjeshëm. Nuk merret me premtime. Zoti Sufaj thash që do të bëj një pyetje, të lutem pak Ramadan. Po importimi i plerave deri në periudhën e tanishme dhe në kohën derisa të hyjë në fuqi vendimi, si do të veprohet me këto importet? Është pezulluar. Jo, ka sasi të konsiderueshme rreth 60.000 tonë diçka e tillë, nuk jam i sigurt. Normale kjo praktikë. Edhe do të vazhdoj ky deri në shfuqizimin e plot. Në moment se ju thatë ka efekte juridike pak më parë prandaj. Në moment efektet juridike janë sepse ka si mund të veprohet? Po. Nëse s'keni, po e pyesim drejtorin, po meqense atëherë prisni përgjigjen. E ke trajtuar si problem. Po. Atëherë aspekti juridik. Aspekti juridik është sepse ka një kontratë mes palëve dhe cilat janë efektet nga prishja e kontratave. Këtë nuk më takon mua ta zbërthej, domthonë unë e shoh vetëm si koncept juridik, por janë specialistët ata që i japin përgjigje të saktë. Qëllimi im ishte ky, që mbrojtja e shëndetit justifikon të gjitha aspektet e tjera. Pra, kur flasim që qeveria e nisi mbar, mbajti një premtim të cilit ja kishte dhënë elektorati dhe për cilin u votua.
vuri gishtin mbi një plagë që kryen sot është kthyer kancer për gjithë botën, atëherë mua më duket auguri më i mirë. Nuk jam orakull të parashikoj problemet e tjera, më fal, por për këtë më duket se mbajti një premtim dhe ka vënë gishtin mbi plagë. Ndërsa përsa i përket thash që s'ka gjë, mos jo, u shqetëso. pak më parë folët për se edhe vendet tjera importojnë. Zakonisht ne kemi parë jo vendet e industrializuara, jo vendet ndotëse importojnë, por ato vetëm eksportojnë. Dhe te kush i eksportojnë? Tek vendet e pafuqishme ekonomike. Jo, rapo. Po. Ta them unë që nga Gjermania, Franca importon mbetje plastike dhe ajo gjithsesi janë tema të tjera, ato kërkojnë shumë ulumtime. Ne nuk kemi as atë logjistik, as atë praktik, as atë transparencë për të bërë dhe për të mësuar se ç'po ndodh dhe ç'fshihet mbas importimit të mbetjeve në vendin tonë. Prandaj e shikoj ja shumë të rrezikshme dhe gjithkohën kam qenë me atë masë të gjerë qytetarësh dhe ambientalistësh për t'i thënë stop importimit të mbetjeve në vendin tonë. Si do të veprohet me mbetjet e importuara deri në periudhën e hyrjes fuqit ligjit? Ja bëra pyetje Jusufet, po. Tani po ta lexoni ligjin, ligji është i përbërë nga 50 nene. Po, është në fakt ligji nga kurrë. Në të përfshirë një mori probleme, është një gamë e gjerë që edhe profesori më i mirë do ta kishte të vështirë për ta kuptuar dhe për ta menaxhuar si ligj. Në të përfshihen lloj mbetjesh të rrezikshme, të parrezikshme. Po si klasifikohen, si ndajnë ato? Ka mënyra, ka modele, ka forma, Po mbetjet janë të ndryshme, po ajo Jo, të rrezikshme të parrezikshme ato duhet klasifikohen. Mirë, në ligj ato janë klasifikuara shumë bukur. Jo, konkretisht si mundet. Por e rëndësishme është kjo tjetra që ne, atë që tha Rapo, që ne nuk kemi kapacitetet e duhura për t'i parë dhe për t'i analizuar se çfarë mbetjesh janë këto, sepse ne mund të kemi 1 metër kub mbetje, që mund t'jetë shumë mirë me plastika apo me plasmase, dhe në brendësi të saj mund të ketë mbetje shumë të rrezikshme, të cilat ne nuk kemi logjistikën e duhur për t'i kontrolluar, duke ditur doganat tona, duke ditur mënyrën e transportit si bëhet tek ne. Atëherë ne jemi shumë të shqetësuar, sepse këtu tek ne mund të vinin mbetje shumë të rrezikshme. Po, është normale, ju e dini shumë mirë që në të gjithë vendet e botës mafia më e zhvilluar është ajo e plera. Dhe pikërisht edhe këtu tek ne filloi që këto plera, kur ne kemi probleme të tjera shumë të rëndësishme, na vinë edhe na hipin mbi shpinë edhe plerat e botës. Pra, atë që thash pak më parë, që njerëzit e interesuar pranë qeverisë mëparshme ishin tilla që të siguronin bizneset e tyre, dhe të siguronin fitimet e tyre të papara, duke sjell mbetjet qoftë edhe të rrezikshme nga vendet e Europës perëndimore. A ka një plan lokal menaxhimi fieri për mbetjet urbane? Do të ishte mirë, më falni që u ndryj, që të bënim një përcaktim të nocioneve mbetje dhe plera. Pasi janë 2 nocione që ndryshojnë. Domethënë plera është hedhurin, ndërsa mbetja është ajo që mbet nga tepricat në bazë të fjalorit gjuhë shqipe. Tek mbetjet futen edhe mbetjet industriale, mbetjet e përpunimit, mbetjet teknologjike. Pra edhe plera edhe mbetje. Në fakt është ligji për menaxhimin e integruar të mbeturinave ose të mbetjeve. Ligji kështu është. Atëherë, edhe Dania e preku shumë bukur, edhe profesori dhe tha, cilat do qofshin, të gjitha mbetjet janë të rrezikshme. Pastaj, shkalla e rrezikshmërisë është e ndryshme. Sepse që të gjitha, sot ne dim të gjitha, domthon për zhvillimet që ka marrë sëmundjet kanceroze. Dhe në baza kryesore e shtimit të këtyre sëmundjeve, mjekët që dëgjojnë e dinë më mirë, janë 2 faktorë, faktorët kimik dhe faktorët termik. Faktorët termik janë ekspozimi në rrezet të diellit, në rrezet ultraviolet, në kohën, në pikun e diellit, ndërsa tek faktorët kimik futen dhe këto mbetje. Këto që lirojnë lëndë radioaktive, kush më pak apo kush më shumë, pra të gjitha. Plus pasaj ajo që thamë, si procesi riciklues
është i domosdoshëm pasi ajo hyn në industrinë e letrës, në industrinë e plastikës dhe kur fola pak më faktori i rëndësishëm për kur fola zhvillimin pak më parë për teknologjinë, për logjistikën, për doganat tona, kur tha Dania me plot të drejtë që sot mafia më e rrezikshme në botë është mafia e mbetjeve, e plerave, pasi këtu janë dhe interesat. Ne po flasim për rastet normale të shfrytëzimit të mbeturinave urbane të importuara. Ky biznes le shumë për të dëshiruar dhe ne këtë e shikojmë, dëshmia më e gjallë që na bën ne të mendojmë janë protestat e shumta në Napoli në Itali. Pra, nuk është gjë, nuk është kaq, nuk protesta. Po, për ato plerat. Ata protestojnë për grumbullimin vend caktura, jo për ndalimin ose pezullimin ose ndërprerjen. Atëherë, a mos kemi ne teknologjinë, ne nuk jemi vend me atë industrinë, ne teknologjinë e përpunimit të plerave do ta marrim pikërisht nga këto vende që na bien plerat. Atëherë që këtu lind të jemi pak dyshus. Keni një plan menaxhimi lokal për mbeturinat urbane? Bashkia e Fierit është një hap përpara bashkive të tjera lidhur me problematikën e riciklimit të plerave. Ju e keni parasysh që nga viti 2002, që nga qershori i vitit 2002, ndërmarrja e pastrimit të qytetit Fierit është në varësi të bashkisë të këtij qyteti, sepse para kësaj date plerat menaxhoheshin nga një firmë private, e cila me vendim të Këshillit Bashkiak u largua dhe kaloi në varësi të bashkisë Fierit. Me kujdesin e drejt për drejt të kryetarit bashkisë kanë ardhur shumë fondacione të huaja, të cilat kanë dashur të ndërhyjnë për menaxhimin e mbetjeve urbane në qytetin e Fierit. Për këtë punë u krijua dhe një shoqëri e cila mori përsipër të bënte riciklimin e këtyre plerave. Keni parasysh që në çdo pikë të vend grumbullimit të plerave vendosën 3 kazan, 3 kontejnerë të cilët ishin të ndarë për letrën, për plastikën dhe për qelqin. Filloi një qytetarëve, domethënë një sensibilizim i qytetarëve që të ndaheshin plerat që në banesat e tyre. Kjo u bë nëpërmjet nxënësve të shkollave dhe nëpërmjet mediave lokale, por hasi të vështirësi. Dhe nuk u arrit që të çojë deri në fund ky plan riciklimi dhe atëre bashkia së bashku me firmën detyrua që plerat të grumbullonte përsëri si më përpara dhe riciklimi i plerave bëhet te fusha e mbetjeve urbane. Vazhdon akoma edhe sot të sensibilizohet opinioni publik për këtë problem, por deri tani nuk është arritur domethënë përfundimisht për ta bërë riciklimin e plerave që në s'është i suksesshëm si proces. Për mua ka dështuar. Tani ju e quani sukses, domethënë të arritur deri tani problemin e menaxhimit të mbetjeve urbane në qytetin e Fierit. Ndërsa unë do ta quaj jo sukses. Dhe ju keni përgjegjësi direkt vetë, si person i cili merren drejt për drejt për të punë. Patjetër. Për të argumentuar më mirë këtë, u ka rënë rastin në njërë mbas dite atje kur ka bërë një investim gjigant bashkia, në Nazë në re, janë ngritur gjitha të pallatet mërkëmushme, po pra, e më pishanak, mbas dite të pish një kafe, është investim gjigant. Është një bukuria, bëjnë qytetarë gjirë. Nuk mund të rish dot nga era plerë. Mbas dite, sidomos, kur fryn era në drejtim, edhe këtu në Fier vinë, po ajo ndotje, amortizohet dhe nuk ndihet. Pra, qyteti i Fierit është jashtëzakonisht i ndotur. E në mënyrë të veçantë gjithë ato zonat që janë aty. Nuk nisem nga interesat e mia vetjake, se fundin tonë një janë, këtu është problemi i qytetit Fierit, i qytetarëve të Fierit, i zonave që ndoten dhe ndotja është e jashtëzakonshme. Bile, unë nuk them se s'ka bërë gjë. Edhe me pretendimin tim, me ndërhyrjen time të madhe, kryetari i bashkisë bëri një veprim shumë urgjent kur ato po digjeshin. Bëri investim, i mbulojmë edhe para një vit e gjysmë 2, edhe u bë si formë landfilli. Po çka ndodhi më vonë? Më vonë, gjoja bëret riciklim, hiqet dhejve që ishte, ato janë dekompozuar dhe çlirojnë një gaz shumë të keq, i cili fatkeqësisht nuk ndihet këtu, pa në fakt vjen këtu. Nën toksike. Po, ai vjen këtu dhe nuk ndihet nga ne këtu, nga gjithë qytetarët e Fierit. Ju shkoni provoni, pini një kafe mbas dite.
Edhe fare mirë do ta kuptoni një gjë të tillë se çfarë ndodh. Tani ju lutem. Në këtë fushë kërkohet investim. Kuptoj. Dhe investimi Bashkisë Fierit i ka munguar. Unë e di shumë mirë që është parë dhe me një sy të keq. Dhe ka munguar. Por disa veprime imediate për të eliminuar një diçka të tillë, unë mendoj se dhe mund të bëhen. Por kjo ka munguar. Ju ose keni informacion, o u gënjeni ata, ose keni vajt vetë, nuk e keni parë. Çfarë kërkoni ju të bëhen demonstrata nga qytetarë? Nuk e dini ju situatë? Që atje ka mbas dite ikin qytetarë të vend. E dini ju këtë? Keni dini? Çfarë ndodh? Pra nuk mund të thuash që bëhet menaxhim shumë i mirë. Ju mund të justifikoni me gjë që s'kemi investim dhe keni drejt që nuk keni investim. Mirë, unë nuk dua të më justifikosh në këtë studi. Tani, problemi që ndodh ballafaqohen drejt për drejt, edhe me publikun. Jam koshient për ato që thoni juve. Fusha e mbetjeve urbane në qytetin e Fierit është një gangren e këtij qyteti. Unë jo se nuk e kam parë, por për ditë jetoj me atë shqetësim dhe ju më shumë sepse keni edhe aktivitetin tuaj privat ngjitur me atë fushë. Jo, nuk është problemi vetëm i imi. Nuk për një person nuk prishet gjë. Pasditë për pasditë kafen e pi në një lokal afër fushës së mbetjeve urbane në mënyrë që të jem sa më pranë saj dhe të marr masat e duhura, të kërkoj llogaritë e duhura për këtë problem. Por të jemi koshient e trajtuar edhe juve që ato fonde që kemi neve nuk janë të mjaftueshme për ta menaxhuar drejt fushën e mbetjeve urbane. Aty ne derdhin gjithë plerat e Fierit dhe nuk arrin që ato plerat t'i mbulojnë, për arsye sepse aq janë fondet nga bashkia, aq janë kontributet nga qytetarët, aq është edhe fuqia jonë për ta bërë këtë punë. Me një traktor që kemi atje dhe me gjithë ato plera që çojmë, është e pamundur, por dhe kjo që thatë ju nuk është se është pothuajse për ditë, por në momentet e caktuara kur ne kemi pas probleme me mjetin, që shpërndan plerat, mbasdite era vepron në drejtim të Fierit. Krijohet domethënë një ditë apo dy që plerat nuk lëvizin, normal që ato plera do të ngrenë në ajër erën e keqe dhe do të ndihet në periferi të qytetit. Ndërsa lidhur me problemet e rrugëve, me atë që ka ne, me trotuarët dhe me këto, jemi përpjekur që me atë fuqi punëtore që kemi, të organizojmë punën dhe themun tani që jemi në pozita pune dhe kemi diçka në dorë situatën në qytetin e Fierit. Dhe jo faqe e zezë sa e patu. Problemi i menaxhimit. Më fal. Ajo është e zezë dhe duhet të thënë e zezë. Ju ndash pranojmë është nëse pranoni, ose s'keni informacion. Unë po ju them shkoni, bëni juve gazetarët, intervista me qytetarë, gjithë zonën. Ne kemi bërë për nëse ju si keni dëgjuar dhe s'po na lini as të flasim. Ajo është një gjë e zezë, është një njollë për qytetin e Fierit. Dhe ajo njollë, s'ka pse ta marrë. Të mos i humbasim kohën e misionit as teleshikues dhe mos i përsërisim gjërat na 2-3 herë. Edhe ju vetë punoni. Punon dhe ka punuar. Tani kjo ka ndodhur për shkak të fondeve. Ma kupton? Por ajo është një njollë. Një metropol si është Fieri me një ndodhje të tillë është e pafalshme. Është e pafalshme. Të mos kalojmë në përsëritje. Unë nuk e poshtë punë e bashkisë se qysh tek kanë rrjedhur këto punë. Cili është mendimi? Të mos kalojmë në përsëritje të gjërave pasi humbasim kohën e emisionit dhe problemet të shumta që kemi për diskutuar. Atëherë, menaxhimi i mjedisit nuk është aq problem i lehtë, aq më tepër duke parë në të gjitha kushtet, në kushtet financiare, në kushtet e ndërgjegjësimit qytetar, të kulturës qytetare të gjitha. Ajo që më intereson më tepër si gazetar është që ne duhet të shikojmë edhe sensibilizimin qytetar, sa i është përgjigjur atij këtij sensibilizimi dhe masave apo mënyrave promovuese që ka bërë bashkia, që ka bërë pushteti, që ka bërë shoqëria, gjitha për të ndërgjegjësuar. Po për atë po flet zoti Myrta që nuk është në nivel e kërkuar. Atëherë, domethënë që s'është e lehtë ajo dihet. Nuk është nevoja që ne ta një minutë beso. Se kur flasim për ndërgjegjësim dhe kur flasim për qytetar, nuk do të shikojmë vetëm njërin aspekt të ngelemi tek ato. Problemi është asgjësimi i plerave të fushës mbetjeve urbane të qytetit. Aty e pati zoti Myrto problemin. Unë e di shumë mirë ku e pati, prandaj të thash në fillim nuk do të merrem me ato që u thanë, sepse ndryshe do të vinim rrotu rreth një strumullari. Tani problemi kyç më vjen shumë keq që në debatin elektoral nuk u ngrit asnjë parti politike të fliste për atë punë.
Tani nuk do të... Nuk, jo, të lutem. Në këtë bisedë s'do marr përsi për debatin e... Dgjoj, është problem për cilin kemi ardhur e debatojmë. Mos bëjmë me politikot. As një forcë politike, as Partia Socialiste, as Lëvizja Socialiste, as ata që lanë pushtetin, absolutisht atë problem nuk e ka prekur. Unë mbaj mend kur ka qenë Çaçi deputet para disa legislaturash, ka vajtur atje tha, unë këtë do ta zhduk tha. Patjetër këtë. Mori një premtim të madh elektoral para 6-7 vjetësh. Absolutisht nuk u bëj. Pati disa tentativa për Pati tentativa, bile dhe kryetari bashkisë do do binde një impjant, unë i ditë gjitha këto veprime. Gjendja aktuale atij është 6 sekondisht e këtë. Nderuar Muço, jam dakord që fusha e mbetjeve urbane duhet spostuar nga ai vend ku është. Pra, jemi dakord gjithë. Dhe Bashkia e Fierit të po bën. Domethënë, po kërkon fonde që këtë fushë të mbetjeve urbane ta spostoj diku tjetër, për arsye sepse është bërë me gjithmonë gangrene. Prej 3-4 vjetësh, Këshilli i Qarkut të Fierit, Bashkia e Fierit, prefektura, pra institucionet vendore, të paktën në këtë pikë kanë qenë në një emërus të përbashkët dhe kanë bërë shumë përpjekje, kemi parë shumë grupe, biznesmenë, grupe të tjera të interesuara. Dhe në këtë aspekt unë e shikoj pozitive, ndërsa realizimi i projekte varet nga shumë gjëra. Mendoj tani që me që Partia Socialiste ka edhe pushtetin qendror dhe pushtetin lokal të realizohet, sepse zgjidhjet nuk mund të ketë zgjidhje definitive me atë ambient që është atje për fush plerash. Nuk mund të ketë zgjidhje përfundimtare në atë largësi. Nuk mund të ketë fush grumbullimi plerash me atë largësi nga qyteti. Pra, e vetmja zgjidhje është një landfill për të cilën e shërëm dakord dhe ka dhe një projekt të gatshëm, projekt i cili nuk ka marrë inspirim përsa i përket fondeve. Duhet flasim me këmbë në tokë, duhet flasim me argumente dhe këtu kemi ardhur për të treguar me fakte dhe me argumente që u përket institucioneve, por dhe përgjithësinë tonë si qytetar për këtë problem kaq madhor. Dhe të mos flasim tani, jo është bërë në fushat elektorale, nuk është bërë. Mos të merrem me lodra fjalësh dhe me filozofira pa filozofi. Jo, për të argumentuar do që janë dërshë letra. Filozofia është brenda, sepse ne mbrojmë qytetarë këtu. Kjo është filozofia. Ndërsa ju deli me argumentin se... Po, me një argument të plot, sepse e kam ndjekur problemin. Këtu, në këtë studio, ne duhet sensibilizojmë. Edhe Bashkia të lëvizit, edhe ky vetë duhet lëvizit, sepse makinat që kalojnë rrugës, shkojnë pa umbuluar fare. Dhe gjitha do mbete që ju i mblidhni këtej, ato lëshohen rrugës. Po, ky është problem, këtu i thuaj, po jo me... Po kaq do të luftojmë që edhe mendimi qytetar dhe edukata qytetare në pallat. Të thash më parë. Të gjitha këto duhet. Po këtë të thash pikërisht këtë se po merresh, ndërsa ti vjen tani dhe thua nuk pash Partinë Demokratike, nuk pash Partinë Socialiste, pash Partinë e Gjelbër. Tani unë do mbroj në fushat jepen programe. Nuk ishte asnjë parti, nuk ishte. Nderuar, ti nuk mund të bësh edhe pyetje dhe përgjigje. Po pra sepse juve vetë bëni pyetjen, vetë bëni përgjigje, vetë bëni diskutim dhe ku di një sallat. Atëherë kur bën marr të mbroj interesat e mia qytetarëve. Nuk ka politizuar si njëri. Rregulli elementari i komunikimit është. As shtetin që erdhi, as shtetin që Të lutem. Rregulli elementari i komunikimit është nuk mund të japësh dhe të marrësh mesazhe njëkohësisht. Kur flet do të dëgjojnë. Je gazetar ke shkuar një te fabrika e tullave, kush e ka dhënë lejën mjedisore atje që atje ajo ngroja. Më vjen keq që ti çfarë do? Pse s'bie mendimi qytetar këtu po mbronin. Po atëherë ti flet aq shumë sa që nuk po di nuk ka argumenta në ato që thua. More zotëri, po. Fieri është i ndotur. More ti ke ndezu motorin këtu dhe nuk do të them shumë, është i ndotur. Po fol dhe dëgjoj, vetë bën pyet. Vetë nga nafta është i ndotur. Çfarë bën bashkia? Po çe bën këtu një sallat, tani vetë flet vetë. Po vetë flet vetë. Ore zotëri, ne gazetar duhet të mbronim mendimin qytetar. Po atëherë merr përgjigje më zotëri, se vetë pyet, vetë merr përgjigje me diskutime. Po, të lutem atakimit se të lutem tani më dëgjoj. Po unë jam gazetar. Po pika atakimit. Atëherë ja ku është. Nuk pajtoni në mendimin që duhet përmirësuar. Atëherë dëgjoj, ja cilat. Një fushë re. Atëherë të lutem pra e mora pyetjen tani mos e bëni lodër në emision. Jo, s'është në emisioni, po ti mos mbaj anën e njerit, as me tjetër, po je gazetari i panshëm. Pikë së pari, njeriu kur pyet përgjigjen e merr nga ai të cilit i drejton pyetjen. Po mos shikoj Ramadanin, se Ramadanin do t'i përgjigjë. Po të shikoj ty sepse ti je drejtuesi i emisionit dhe unë sy tek ti kam, s'kam ku i kam tjetër. Atëherë, ka një rregull komunikimi.
Kur pyet dike, do të marrësh përgjigje nga ai. Kur pyet, nuk ke përse je përgjigjen vet. Dhe në pjesën tënde të diskutimit mos i ndërhyj tjetër që unë të shpjegoj. Në debat se cili shpreh opsionet e tij. Po jo dhe diskuton dhe vetë përgjigjesh. Një. Avokatin është në profesionin tim dhe e njoh. Tani vim tek rasti konkret. Po nga kjo studio e nderuar e televizionit Apollon, ai që ka sy në ball dhe besh në kokë, i ka parë me 10 kronika të cilat janë bërë në sensibilizim dhe në mbrojtje të mjedisit. Dhe të thuhet çka kanë bërë gazetarët, më duket se ke mbyllur syt dhe veshët, sepse vetë nga kjo studio, nga ky televizion, ju keni bërë me 10 kronika ku keni bërë sensibilizimin e qytetarëve dhe keni pru. Të lutem, jo nuk po i kundërvijem, këtë nuk kupton. Të lutem, këtë nuk po kupton. Po pra, këtë po i them, nuk po i kundërvijem, po këtë po i them se më pyet që çfarë keni bërë. Kjo është detyra jonë e gazetarëve, që ne të bëjmë shqetësimi qytetar për mjedisin, dhe më duket se e kemi bërë. Dhe po të marr një shembull nga kjo studio ku jam, nuk do të ishte në këtë gjendje situata mjedisore. Nuk varet gjithçka nga ne, sepse janë disa faktorë, beso, nuk varet gjithçka as nga gazetari, madje edhe nga vetë zotëria që është drejtor, jo çdo gjë varet nga ky, sepse tham, ka probleme financiare, ka probleme që këto le t'i shpjegoj ai. Unë po të flas për pjesën tonë si gazetar. Detyra jote dhe imja si gazetar është të bjem shqetësimin qytetar, të shtrojmë problemet dhe të ndërgjegjësojmë qytetarët që gjithsesi ka ndryshim situata mjedisore nga disa vite më parë. Normale që ka. Normale që ka. Ka një ndryshim në impenjimin e punëtorëve që zotëria administron, i vrej që kanë një edukat pune. Këte unë e kam vrejt në qytetin e Fierit. Pak në këtë duhet a themi. Cili është siteti ndryshimin? Patjetër që duhet a themi dhe është e vërtet. Dhe është e vërtet. Unë mirë kuptoj dhe nuk dua të debatoj për këtë problem, se unë jetoj në Fier. Unë jetoj në Fier bashkë me ty. Unë pi kafe në lokalet e Fierit dhe shikoj se çfarë bëhet. Dhe nuk debatoj me ty për fushën e mbledhjeve urbane. Ai është një fakt që askush nuk e mohon. Por të thuash që nuk pastrohet qyteti i Fierit? Jo, nuk thash nuk pastrohet, bile se preka fare atë problem. Nuk mund ta pranoj. Gjithsesi, unë nuk dua të pasqyroj punën time këtu, të them që unë bëj kështu e bëj ashtu. Ajo ç'a bëj unë dhe ç'a bëjnë punëtorët e ndërmarrjes së pastrimit të qytetit të Fierit është e dukshme. Ajo ç'a kërkoj unë nga ju si shoqëri civile dhe nga gazetaria është të sensibilizojmë opinionin publik, qytetar, nxënësit e shkollave si ta mbajmë të pastër qytetin e Fierit. Puna ime si ndërmarrje e pastrimit është të pastroj vendin e kontenierëve, të pastroj rrugët, të pastroj trotuaret, gjë që ata punëtor me mish e me shpirt e bëjnë. E bëjnë në kushte shumë të vështira, me një pagë shumë të ulët, me një pagë që vonohet. Mirë, dakord. Me peripecira nga më të ndryshme. Ju si përgjigj. Por unë dua ndihmën tuaj që duhet bëjmë tepër presion tek Këshilli Bashkiak, i cili kur ndan fondet në drejtim të mjedisit duhet të vlerësojë më tepër fonde. Sepse ne nuk kemi informacion, nuk e dim sa fonde shkojnë drejtim mjedisit. Edhe çfarë investime bën, sepse këto i administron direkt i ka kompetencë Këshilli Bashkiak. Ai ka. Juve çfarë keni? Ju zbatoni vetëm ato që e qartë. Edhe ato fonde që janë akorduar janë 50% të vëna në administrim. 50% e këtyre fondeve. Por unë doja të sensibilizoj opinionin publik këtu nëpërmjet jush, që kur mbaron një paket cigare, ne të mos e mbledhim paketën dhe ta hedhim në trotuar, po ta hedhim atje ku e hedhin gjithë europianë. Atëherë unë i kërkoj ndihmë në këtë rast, që së bashku të bëjmë një thirrje qytetare, tregtarëve, të cilët mbarojnë punën në aktivitetin e tyre dhe e bëjnë Fierin mbasditë si Kandahar. Pse të ndodh ky fenomen? Kur mbarove aktivitetin tënd privat, atëherë shkoje këto mbeti edhe hidhi te koshi plera. Mos i lër përpara biznesit tënd. Kur ti rrigjit ditën para biznesit, fjala vjen han sufllaqe njerëzit dhe i marrin letrat dhe i hedhin para subjektit tënd, atëherë është edhe përgjegjësia jote qytetare që të menaxhosh dhe të pastrosh territorin që ke përpara. Ju jeni drejtuesi një shkolle private. Atëherë nuk do vinë ndërmarrja e pastrimit dhe të pastroj territorin përpara shkollës suaj, po ju vetë
mendimi im, ju vetë, me nxënësit, nuk po them që të shpallim ditë të enverit e tjera. Por, këtu ndihmoni ndërmarrjen e pastrimit, ndihmoni në pastrimin e qytetit Fierit duke i nxjerrë nxënësit një ditë, një javë për të pastruar territorin rreth e qartë shkollës suaj. Këto forma që rekomandon ju nuk është janë të këqija. Unë nuk i rekomandoj. Jo, nuk është janë të këqija. Unë kërkoj. Edhe nuk është janë të këqija dhe këto janë dhe në programet e punës të shkollave, janë dhe në mësim, edhe koncepte për mjedisin, nuk është se s'bëhen, por edukata qytetare do vijë gradualisht. Kuptoj. Unë mund sjell do fusi këtë edukatë qytetare vetë shkollave, Unë mund sjell një shembull që e ka dhënë dhe televizioni Apollon, kur shova para disa vitesh në Mal të Zi fëmijët, shikonin kondenjerët atje, kalonin në xhiro, për çfarë janë këta? I shikonin jashtëzakonisht të pastër. Edhe çuditeshin me atë pastërti shembullore që kishin kondenjerët, me atë pastërti shembullore që kishin trotuar. Kjo ka të bëjë me edukatën e njerëzve. Dhe ta atyre që punojnë edhe qytetarë. Dhe askush nga nxënësit tuaj nuk mori guximin të hanë çamçakizën dhe ta hidhte letrën në trotuar. E mori dhe hodhi te vendi atje. Kjo është një edukatë. Kjo është një edukatë që do të vijë gradualisht te qytetarët. Nuk mund të bëhet me urdhë peshku ajo, po edhe ligje duhet. Nuk e di, po ne duhet marrim nisma ligjore edhe si qytetar, edhe parlament të nxjerrë ligje për mbrojtjen e mjedisit, edhe për këto ndotjet që nga gjobat gjitha me radhë zbatohen. Sepse jo gjithmonë edukata vjen nëpërmjet edukimit, po vjen edhe nëpërmjet ndëshkimit. Edhe nëpërmjet ndëshkimit. Ne kemi kërkuar këtë dhe së fundi Këshilli Bashkia ka marrë vendimin përkatës për masën e gjobave që do të vijnë subjekteve dhe individëve të ndryshëm të cilët nuk respektojnë rregullat e hedhjes mbeturinave në vendodhjet e tyre. Pra do të ketë gjoba për subjekte private, për individ të ndryshëm, për familjar, se qa nuk na shikojnë syt te kazante e plera, që nga mbetet e ngurta, që nuk janë objekti punës sonë, që nga shkull domate tjetrin në parcelë dhe në nxjerrë të koshat e plera. Po pra askush nuk merr masë. Subjektet aty keni ngritur disa shqetësim, marrëdhëniet me subjektet, aktivitetet tregtar apo shërbimeve në lidhje me hedhjen e mbeturinave në vende të pacaktuara, pasi detyrimi është ata të sjellin atje në Lumi Gjanica, në kontenierët ose në pika statike të grumbullimit të mbeturinave urbane, hedhin mbeturina inerte, ndërtuesit e tjerë. Ç'është e vërteta nuk kemi gjetur mirë kuptimin e dur. Kjo edhe për shkak sepse edhe institucionet që merren me këtë punë, siç janë rajonet, jo se ne nuk kemi bashkëpunuar me rajonet apo me policinë bashkiake për ta vënë në shinat e ligjit të proces, por edhe vetë banorët me të cilët ne kemi komunikuar, thjesht janë indiferent, duke arritur deri aty sa thotë, unë ja paguaj taksën bashkisë, le të vi bashkia le të marrë këtë. Pra, deri këtu mbrin opinioni i qytetarëve, të atyre qytetarëve të cilët nuk e duan mirëkuptimin, nuk e duan pastrimin e qytetit Fierit. Unë me bizneset, me subjektet. Pastaj do him te qytetarët, sepse edhe ju keni probleme me qytetarët, nuk keni përcaktuar pika statike për grumbullimin e mbeturinave inerte. Janë detyruar qytetarët të paguajnë transportin për të sjellë atje, apo kështu është. Ne kemi më mirë që një qytetar i cili nuk e ka fuqinë e dur për të hequr inertet e tij, mirë të na thotë, ti bjeri telefonit apo të vit komunikoj me ne. Po jo të nxjerrim me karrocë dhe me keqja jetë dhe brenda në kontener që na prish edhe makineri. Po duhen pika statike të miratuara në vende të caktuara që të grumbullohen, se ndërtime ka kudo apo ndryshime të objekteve të banimit. Nuk bëhet fjalë për pika të tilla sepse pika të tilla ekzistojnë, por thjesht bashkëpunimi i biznesit me ne. Unë nuk e di për shembull se kur një biznes do të nxjerrë inerte. Ai e di që është ndërmarrje e pastrimit që merret me këtë punë. Dhe duhet vite ndërmarrje e pastrimit tot. Për një pyetje, ju me fuqinë punëtore që keni, e përballoni dot gjithë situatën në qytetin e Fierit? Ju me aq fuqi punëtore që keni, pastrimin. Po, është e përballueshme. Është e përballueshme. Edhe me këto mjete që keni në dispozicion? Me mjetet lëmë për të dëshiruar. Fuqinë punëtore e kemi në gjendje pune, punojnë, thashë edhe më parë me mishën ëndëm për të pastruar qytetin, me mjetet që kemi, jemi pothuajse për ditë defekte makinave teknologjike, makinat e vogla të cilat heqin vendet e kontenerive mbas heqjeve me makinat e mëdha. Për mua punëtor duhen falënderuar. Punëtorët unë i kam parë me tepër ndërgjegje të lartë, nuk sa paguajnë, i falënderoj. Sepse punëtorët kanë shumë mbrapa, se sa paguajnë nuk e di. Kam parë që punojnë me ndërgjegje pune.
si thonë që shtrien në trotuar për t'i pastruar ato. Shumë shkurt lidhur me pyetjen që i bët Ramadanit, konstatimi ju është i drejtë dhe nëse mungojnë vendet apo pikat, atëherë është faji i ndërmarrjes pastrimit. Ndërsa, nëse këto pika ekzistojnë, por biznesi për interesa ekonomike, sepse e ka më lehtë. Jo, unë flas për qytetarë, se biznesi ka detyrim ligjor t'i çojë vetë atje. Atëherë edhe për qytetarë, po, edhe qytetarë ka detyrim t'i çojë. Ja më fal Dani, më fal. Një familje të paguajë më fal Dani të mbaroj atë. Sepse ajo ka kosto. Më fal të përgjigjem. Atëherë, nëse qytetari nuk i hedh atje në vendin e caktuar, kjo është ajo mungesa e kulturës që tham ne. Dhe kjo zgjidhje ka në kushtet e financave që kemi, unë e shikoj në dy aspekte. Aspekti i pari përket institucioneve. Pa një bashkëpunim institucional midis drejtorisë rajonale të mjedisit, midis pushteteve vendor, midis ndërmarrjes pastrimit, por edhe institucioneve të zbatimit ligjit siç është policia bashkiake, madje edhe policia e shtetit, do më që të forcohet ligji dhe të zbatohet ligji, të bëhen shembuj aq më tepër që pas ka edhe një vendim këshill bashkiak. Po, pastrimi. Mirë, po është një problem. Po, dakor. Mjedisi vetëm aplikon gjëra. Por është një problem madhor dhe gjithmonë kur ka probleme madhore, mblidhen të gjitha institucionet. Pra, ka një harmonizim të institucioneve për të zbatuar të gjitha, sepse në fundit institucionet janë si punë e atij ansamblit, ku secili instrument ka të harmoninë e tij dhe të gjitha së bashku japin harmoninë e përgjithshme të koncertit. Dhe aspekti i dytë, po, ai e tha që vendimi bashkiak me këmbguljen tonë dhe të zyrave të tjera, drejtorive të tjera, arritën përfundimin që kanë miratuar vendimin për vendosjen e gjobave për subjektet. Po, ju nuk keni filluar të aplikoni këtë. Jo, po, sa zbardhet në Po, ky ishte aspekti institucional. Aspekti qytetar për të cilin folëm, që nga detyrimi i edukimit nëpër shkolla, që nga detyrimi i mediave dhe i qofti televizioneve, qofti medias shkruar, vizive, të gjitha llojeve të medias për të sensibilizuar qytetarët. Pra, atëherë futemi te kjo. Pak më parë folëm, kjo është kultura qytetare, që ai duke ditur që është një kosh, nuk ka pse hedh në atë kosh grem apo domate që ka kputur atje, sepse ky kosh nuk mund të quhet pledhe, nuk hidhet këtu ai gremi dhe ato, ose e merr, nuk e hedh as në kosh, po e merr e hedh në diku tjetër. Kjo është kultura jonë dhe këtë duhet ta kërkojmë tek vetja, te ndërgjegjësimi qytetar, do të jemi më qytetar. Jo të vërvisim ato vazot me plera na kati 5 dhe se kujt i bie dhe dhënë Zoti mos i rënd ndonjërit në kohë. Ato edhe që thoni ju. Atëherë ne do të jemi më të ndërgjegjshëm si qytetar. Po pra. Do të pikërisht për këtë jemi. Forcë financiare për të sensibilizuar përmjet spoteve apo kontakteve televizive. Po pra, edhe në këtë emision, edhe ky emision që jemi këtu, neve japim nuk ka rëndësi se 50%, se 70%, se 20%. Po kush ka vesh dhe dëgjon, qëllimi jon këtu, apo mesazhi që po i jep qytetarëve nëpërmjet këtij emisioni ky është, se cili aktor të bëj pjesën e tij, institucioni bën pjesën e tij, ndërsa unë si qytetar duhet të forcoj kulturën qytetare, duhet të di se këto plera që hedh këtu në radhë parë mua dëmtojnë shëndetin tim dhe ty, sepse ato viruset, ato mikrobet, ato lëndët që çlirohen, gjithçka nuk ndikon që njërin ta mbajmë me hatër dhe tjetrin. Pra nëse kemi një shkallë të lartë ndotje, ndikon si në shëndetin tënd dhe timin. Pra nga një anë është një shëmtim, është një karikaturë në drejtim të imazhit dhe të panoramës së qytetit, dhe nga ana tjetër që është më e rëndësishme, hedhja e plerave është sëmundje, është rrezikshmëri. Pra duhet të forcojmë kulturën dhe qytetarinë. Taksën e pastrimit dhe aty duhet i shërbehet. Normale taksën e pastrimit. Shërbimi është parsor dhe pastaj ndërgjegjësimi është. Shërbimin ta bëj kur mos e hedhi, ti ndajmë gjërat. Kur ky nuk heq plerat në kohën e duhur, atëherë është faji i këtij. Po kur ti ma merr mua tani pleun dhe nuk e hedh këtu në kosh, nuk e hedh në vendin ku ky ka caktuar, po e hedh vetë pa vend. Shërbimi është i mjaftueshëm. Kjo është kultura e dobët qytetarëve dhe këtë e kemi vetë në dorë për ta përmirësuar. Po, kultura e dobët qytetarëve. Zoti Myrto. Unë thash, edukimi është një proces. Ka të bëjë me traditën, me kohën me ta për një stat. Po mendoni se ka ardhur momenti? Patjetër që ka ardhur momenti, bile ka kaluar dhe koha. Ne jemi në një kohë moderne tani, popujt kërkojnë jetë gjatësi. Ne nuk e kuptojnë se sa ndikon kjo në jetën qytetare. Problemi qëndron që duhet punojnë gjithë.
edhe qytetarët përgjegjësohen, edhe shkollat punojnë më shumë, edhe familjet punojnë më tepër, edhe shoqatat sensibilizojnë më shumë, edhe pushteti lokal duhet punojnë më tepër dhe të ketë strategji zhvillimi në këtë fushë, të ketë programe pune. Nuk bëhet kë me lojë fjalësh, as me një mision, duhet të ketë programe. Bashkia duhet të ketë programe. Nuk bëhen, ju jeni thjesht një punonjës i bashkisë, që jeni paguajnë me rrogë. Po, ata që janë zgjedhur, që kanë votën qytetare, që janë gjithë këshilltarët, ata kanë përgjegjësi para qytetarëve dhe duhet të bëjnë programe. Lidhur me mjedisin, duhet të ketë fonde, duhet të bëjnë transparent fondet që kanë për mjedisin. Duhet të bëjnë transparent. Duhet të thonë sa fonde kanë, sa punëtor kanë, sa mjete kanë, si menaxhojnë, dhe a ka mundësi më tepër bashkia që në drejtim ketë më shumë fonde? Ju vetë duhet kërkoni më shumë, edhe duhet përplaset në bile me Këshillin Bashkiak. Po, mos u droni nga ajo që jeni punësuar, sepse mbroni jo vetëm vetëm, po edhe interesat e qytetarëve. Ju jeni lidhur mish edhe thua me qytetarë. Vetë funksioni juaj, vetë detyra juaj. Është në të njëjtën kohë, jo vetëm përgjegjësi, për atë që ke marrë, por është dhe një detyrë shumë humane, ka të bëjë me jetën e njerëzve. Pra mendoj që krahas punës shumë të mirë që mund të jetë bërë dhe nuk duhet të injoruar, lufta në këtë fushë duhet të jetë shumë e madhe. Mendojmë që për vitin tjetër edhe fondet do të jenë më të mëdha për pastrimin e qytetit Fieri, po unë doja nëpërmjet televizionit tuaj të bëja thirrje publike gjithë qytetarët e Fierit që mundësisht hedhjen e mbeturina në vendet e grumbullimit të kontenerëve ta bëjnë në kohën e mbrëmjes, për arsye sepse edhe plerat hiqen gjatë natës dhe mesnatës, në mënyrë që dita e nesërme nga mëngjesi deri në mbrëmje përsëri kontenerët të jenë të lirë, të mos kenë atë erën e keqe, mos dosin ambientin. Pra është mirë që mbeturinat që dalin nga familjet qytetare të hidhen në kohën e mbrëmjes, mundësisht në orën 6-7 mbrëmjes. Në një lajm të mirë për qytetarët për vend grumbullimin e mbetjeve urbane në lidhje me ndonjë vend të ri depozitimi apo projekt Ekziston një projekt, u përmend edhe pak më parë nga zoti Sufi, që ekziston një plan strategjik për një landfill në zonën e komunës Mrostarit. Në Kallm, po ai projekt nuk është mirator për të zbatuar. Midis Kallmit, ai ka një projekt aty, pastaj është tjetër gjë se çfarë do bëhet, por aty janë lënë dy sipërfaqe të konsiderueshme, parcela numër 1 dhe parcela numër 2 me sipërfaqe rreth 20 hektar. Pra ne hedhim plera sot në një sipërfaqe 6.5 hektar dhe afër qytetit Fierit. Ndërsa atje, më fal, edhe afër lumit. Edhe afër lumit Gjanica. Jo shkojnë në det ato. Ato filtrojnë tokë. Shkojnë nëpërmjet lumit, nëpërmjet kanalit, dhe mendoj që ajo është zgjidhja më e mirë për të ndërtuar një landfill në rajonin e qytetit e Fierit. Pavarësisht se jepni një lajm që do bëjmë një pyll atë për afër lumit. Ato mbetjet kthehen pyll. Për 2-3 vjet bëhet. Ja ish lajmi më i bukur për qytetarët e Fierit. Po nëse do bëhet dhe nuk pra të bëhet flasun. Dhe nuk mendoj që ajo i prish punë ndonjë fshati apo ndonjë subjekti tjetër aty, por nuk e di janë interesa thjesht të ngushta ose bot kuptimin që e pengoj zbatimin e këtij projekti. Ai projekt do të ishte zbatuar dhe plerat nuk do të grumbulloheshin me atë ajo. Landfilli presupozon groposjen e plerave dhe jo ndjenjen apo dhe landfilli nuk ka asnjë efekt mjedis, hidhen plerat shtresa, mbulohen. Si që bën ato të azotikut. Si që bën azotikut. Si të azotikut. Poshtë është shtruar me plasmas, i cili nuk është i përshkueshëm nga gjitha lëngjet që krijohen aty dhe nga gazrat, kështu që impakti mjedis është zero. Ky projekt ka pas kundërshtinë e grupeve të interesit dhe disa individëve anonim që thotë për shkak të interesave veçanta. Është koha kur ju keni dhe pushtetin qendror dhe pushtetin lokal. Do të zbatohet ky projekt? Unë nuk mund të flas me kompetencë që do të zbatohet ky projekt, por ka një projekt dhe plerat do të largohen nga ajo fushë ku hidhen sot. Po. E rëndësishme është kjo që të paktën të gjithë bijem në një emërus të përbashkët që Fieri është mjaft i ndotur. Ndotje nga hidrokarburet, ndotje nga lumi Gjanic, ndotje nga industria përpunuese e hidrokarbureve,
Jam plotësisht dakord si proces teknologjik apo si proces natyror si mund ta quajmë, pasi nuk është vetëm rreziku i erërave dhe i gazrave që lëshojnë këto mbetje në plerat, por rreziku më i madh të cilit neve në ajo që kemi aq shumë mbetje dhe jemi po fokusohemi këtu dhe po harrojmë ato mbetje të tjera. Më e rrezikshme është ai filtrimi i ujrave, sepse ndot shtresat nëntoksore të ujit. Pra ka shumë probleme. Dhe unë mendoj për fatin e mirë që kemi, që është edhe qeveria vendore, edhe qeveria qendrore, atëherë duhet të japi përgjigje dhe duhet të dalin me një strategji të caktuar me programe konkrete për problemin e ndotjes në Fier. Dhe Fieri duhet të trajtohet si një qark i veçantë, si një zonë e veçantë për sa i përket ndotjes. Po, duhet trajtuar si një rast i veçantë. Vetëm këto janë programe konkrete, sepse nuk mund të flasësh për ndotje në Bajram Curri me Fieri, qoftë në aspektin natyror, sepse jo nuk varet nga drejtori. Këto prandaj po them, duhet të ketë një strategji, prandaj po them, e para një herë Fieri duhet klasifikohet si një zonë e veçantë në trajtimin e mbetjeve. Me status tjetër. Po, duhet të trajtohet domethënë që këtu fillojmë shkallë. Fieri duhet të ketë një strategji kombëtare për trajtimin e Fierit, sepse është zona më e ndotur. Së bashku kemi bërë lajme dhe kemi marrë shifra alarmante. Sa të sëmur ka me fenol në gjak dhe invalid vetëm në zonën e Zharzës, nuk ka në gjithë Fierin. Pra, që tregon kjo, shkallën e lartë. Ai është problem qësut, për një temë tjetër ne... Dakord, po, e ka nga ligji për ndalimin e importimit e ka pat agent si një shembull për të kuptuar se çfarë rëndësie dhe si duhet trajtuar problemi i mbetjeve dhe i mjedisit në qarkun e Fierit. Pra e dhash si argument për të parë që Fieri kur flitet për ndotjen duhet ulur me këmbë në tokë dhe nuk duhet parë si qytetet e tjera. Pra duhet parë me një strategji kombëtare të caktuar. Të jeni të sigurt se një nga premtimet e kryeministrit të ri Edi Rama në Fier ka qenë rehabilitimi i lumit Gjanica. Ati lumi që për 8 vite rresht qeveria nuk ka gjetur gjuhën qeveria në pushtin lokal. Qeveria që iku dhe bashkia me fondet e saj nuk gjeti do të mundësin për të rehabilituar. Kemi një pasuri shumë të çmuar që është Gjanica, që kanë qytetet dhurat nga natyra. E mëdha të botës si Roma, e shembër të kesh një lumë mes qytetit. Ne kemi mes për mes qytetit tonë dhe kemi një në mes dhe një pranë. Sa nuk dalim dot në dritare, në mbrëmje nga era e keq. Pra, t'jeni sigurt që rehabilitimi i lumit Gjanica do të ndodhë brenda këtyre 2 vjetëve. Ky është premtim. Ky është premtim i kryeministrit Edi Rama. Brenda 2 vjetësh do të ndodhë rehabilitimi i lumit Gjanica. Po. Unë ju falenderoj që ishit në studion Televizionit Apollon, të nderuar shikues, këtu emision Ballafaqi që më ka përfunduar. Unë falenderoj të ftuarit e mi në studio, drejtorin ndërmarrës pastrimit qytetit Fierit, zotin Ramadan Kanani, me cilin diskutuam për vendimin e ri të qeverisë Rama në lidhje me ndalimin e importimit të plerave ose mbeturinave. Gjithashtu të pranishëm në studio që ndihmuan debat me arsjetimin e logjikën e tyre, ishin dhe gazetari Rapoj Sufi dhe intelektuali